Horoskopi ditor, e enjte, 26 qershor 2025. Horoskopi ditor i Dashit, 26 qershor 2025. Dashi, paraqet një mundësi për fillime të reja në sferën tuaj profesionale. Marsi rreshtohet për të quar përpara karrierën tuaj. Prandaj shfrytëzoni çdo shans për avancim. Në çështjet personale, mos harroni, komunikimi është çelësi. Mund të lindin keqkuptime nëse bëhen supozime. Prandaj sigurohuni që t'i artikuloni qartë nevojat tuaja. Financiarisht, këshillohet një qasje e kujdesshme pavarësisht shpenzimeve të vogla që duken joshëse. Në frontin e shëndetit, kanalizimi i energjisë në aktivitet fizik do të përfitojë mendjen dhe trupin tuaj, duke çliruar stresin dhe duke rritur vitalitetin. Ndërveprimet tuaja shoqërore janë të planifikuara për rritje. Lidhjet e reja mund të ofrojnë mundësi të papritura. Besojini instinkteve tuaja, por gjithashtu peshoni vendimet me kujdes. Orët e mbrëmjes janë ideale për vetanalizë dhe vendosjen e qëllimeve për të ardhmen. Lejoni veten të eksploroni perspektiva të reja dhe të përqafoni ndryshimin ndërsa ai shfaqet. Ekuilibri mbetet thelbësor. Sigurohuni që aspiratat personale të jenë në përputhje me angazhimet, duke arritur përmbushje dhe harmoni. Horoskopi ditor i Demit, 26 qershor 2025. Demi, shtrirja qiellore e sotme nxit vetanalizën në përpjekjet financiare. Prakticiteti duhet të udhëheqë investimet tuaja, duke u larguar nga vendimet impulsive. Ndikimi i Venusit në shenjën tuaj nxjerr në pa marrëdhëniet, duke nxitur lidhje më të thella. Përqafojeni këtë mundësi për të ndrequr çdo përçarje me të dashurit. Profesionalisht, kreativiteti është i rritur, duke e bërë atë një kohë optimale për seanca idesh ose për të marrë me projekte komplekse. Megjithatë, qëndroni të qëndrueshëm dhe të duruar. Jo të gjitha qëllimet do të jenë të arritshme menjëherë. Nga ana shëndetësore, jepni përparësi relaksimit dhe mirëqenies mendore. Yoga ose meditimi mund të ofrojnë pushimin paqësor që dëshironi. Nga ana shoqërore, do të tërhiqeni të rilidheni me miqtë e largët, duke forcuar lidhjet nga e kaluara. Përqafoni ndryshimin dhe mos kini frikë të devijoni nga rutina. Lundrimi i energjive të sotme me një dorë të qëndrueshme do të sjellë rritje personale dhe kënaqësi, duke ju çuar në fund të fundit në rrugë dhe zbulime të reja në udhëtimin tuaj. Horoskopi ditor i Binjakëve, 26 qershor 2025. Binjakët, lëvizjet planetare inkurajojnë një fokus në harmoni dhe ekuilibër. Merkuri, planeti juaj sundues, thekson komunikimin e qartë, i dobishëm në zgjidhjen e konflikteve. Profesionalisht, dita është e përshtatshme për bashkëpunim. Puna në grup do të sjellë rezultate mbresëlënëse. Besoni në idetë tuaja dhe shprehini ato me besim. Kini kujdes financiar, shmangni shpenzimet impulsive dhe rishikoni buxhetin tuaj nëse është e nevojshme. Shëndeti tërheq vëmendjen, kështu që integrimi i praktikave të vetëdijes mund të përmirësojë gjendjen tuaj emocionale. Marrëdhëniet gjithashtu ndjejnë vibracione pozitive, duke ndezur pasionin dhe mirëkuptimin. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të rigjallëruar lidhjet romantike. Shoqërisht, kurioziteti juaj çon në biseda interesante, duke zgjeruar botëkuptimin tuaj. Miqësitë e reja mund të lulëzojnë duke pasuruar jetën tuaj personale. Përqafoni sfidat e sotme me fleksibilitet dhe entuziazëm, duke lejuar rritje dhe zhvillim personal. Përputhni pasionet tuaja me qëllimet tuaja, duke siguruar një ditë të përmbushur dhe produktive përpara. Horoskopi ditor i Gafores, 26 qershor 2025. Gaforia ofron një përzierje stabiliteti dhe ndryshimi. Pozicioni i favorshëm i hënës rrit intuitën, duke ju mundësuar të lundroni emocionet në mënyrë efektive. Profesionalisht, kërkoni ata që ju frymëzojnë. Mentorimi mund të hap dyert për mundësi të reja. Financiarisht, një qasje e kujdesshme është thelbësore. Është e mençur të kurseni për përpjekjet e ardhshme. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në mbajtjen e një diete të ekuilibruar dhe ushtrimeve të rregullta për të ruajtur nivelet e energjisë. Lidhjet emocionale theksohen, duke nxitur ndërveprime ushqyese me të dashurit. Shfrytëzojeni këtë kohë për të shprehur dashuri dhe mirënjohje, duke përforcuar lidhjet personale. Shoqërisht, natyra juaj ushqyese tërheq të tjerët, duke nxitur miqësi dhe aleanca. Mund të lindin mundësi për të ndihmuar të tjerët, duke ofruar një ndjenjë përmbushjeje. Qëndroni të hapur ndaj njohurive dhe ideve nga ata përreth jush. Në përgjithësi, sot ka të bëjë me gjetjen e një ritmi të rehatshëm,
ndërsa jeni të hapur ndaj përvojave të reja që sfidojnë zonën tuaj të zakonshme të rehatisë. Ekuilibri mbetet çelësi për arritjen e aspiratave tuaja. Horoskopi ditor i Luanit, 26 qershor 2025. Luani, kozmosi do të hedhë dritë mbi aftësitë tuaja udhëheqëse. Aspekti i favorshëm i diellit rrit karizmën, duke e bërë atë një ditë ideale për avancime në karrierë dhe për të shfaqur talentet tuaja. Financiarisht, marrja e kujdesshme e rreziqeve mund të japë rezultate pozitive, por qëndrimi me këmbë në tokë është thelbësor. Shëndeti fiton rëndësi dhe përfshirja e aktiviteteve fizike do të forcojë besimin dhe mirëqenien. Marrëdhëniet lulëzojnë në ndikimet e sotme. Shprehja e vlerësimit do të thellojë lidhjet. Forconi përpjekjet tuaja të rrjedhëzimit, pasi ato mund të çojnë në bashkëpunime emocionuese. Shoqërisht, angazhimi në aktivitete komunitare pasuron jetën tuaj emocionale dhe zgjeron rrethet tuaja. Njohjet e reja të bëra sot mund të luajnë përfundimisht role të rëndësishme në jetën tuaj. Përqafoni ndryshimin dhe mos hezitoni të dilni nga zona juaj e rehatisë. Balanconi ambicje me përullësinë. Njohja e vlerës së punës në grup amplifikon suksesin. Përdoreni këtë energji për të hedhur themelet për projektet e ardhshme, duke hapur rrugën për zhvillime emocionuese. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 26 qershor 2025. Virgjëresha, modelet yjore inkurajojnë planifikim praktik dhe të menduar mirë. Aftësitë tuaja analitike janë në plan të parë, ideale për të trajtuar projekte të detajuara ose për të organizuar strategji afatgjata. Financiarisht, shmangni shpenzimet e panevojshme. Përqendrohuni në ndërtimin e një themeli të qëndrueshëm. Shëndeti ka përparësi me rregullimet e stilit të jetës si ushqimi i përmirësuar ose ushtrimet e rregullta që sjellin përfitime. Marrëdhëniet përfitojnë nga vëmendja juaj ndaj detajeve. Marrja e kohës për të dëgjuar forcon lidhjet. Profesionalisht, natyra juaj e kujdesshme vlerësohet, duke tërhequr reagime pozitive nga kolegët. Përqafoni punën në grup, duke vlerësuar aftësi të ndryshme brenda rrethit tuaj. Shoqërisht, mund të tërhiqeni nga takime intime ku bisedat kuptimplote thellojnë mirëkuptimin. Mbani një mendje të hapur ndaj perspektivave të ndryshme, duke zgjeruar horizontet tuaja. Përqafoni sfidat e sotme me qetësi, duke besuar se progresi gradual çon në arritje të rëndësishme. Balanconi aspiratën me praktikën për të përmbushur pritjet, duke rritur rritjen personale dhe profesionale. Horoskopi ditor i Peshores, 26 qershor 2025. Peshorja yjet inkurajojnë një ekuilibër midis dëshirave personale dhe përgjegjësive profesionale. Ndikimet e Venusit sjellin diplomaci në ndërveprimet tuaja, duke mundësuar negociata dhe bashkëpunim të qetë. Financiarisht, vlerësimet e kujdesshme mund të zbulojnë perspektiva të dobishme. Megjithatë, blerjet impulsive duhet të shtyhen. Shëndeti nuk duhet të neglizhohet mes agjendës suaj të ngjeshur. Jepni përparësi rimbushjes përmes rutinave të kujdesit për veten. Marrëdhëniet romantike marrin shtytje qiellore. Një dialog i përzemërt është i dobishëm në forcimin e lidhjeve. Profesionalisht, projekte që kërkojnë kreativitet mund të lulëzojnë në udhëheqjen tuaj, pasi zgjidhjet tuaja inovative tërheqin vëmendjen. Në aspektin shoqëror, vendosja e ekuilibrit midis kënaqësisë personale dhe detyrimeve siguron harmoni. Mundësitë për të marrë pjesë në ngjarje kulturore mund të ofrojnë përvoja stimuluese, duke zgjeruar perspektivën tuaj. Energjitë e sotme mbështesin ndjekjen tuaj të ekuilibrit, duke ftuar reflektim të menduar dhe përputhje me vlerat tuaja thelbësore. Kjo qasje e vetëdijshme përgatit terrenin për suksese personale dhe profesionale, duke përzier intuitën me mundësinë. Horoskopi ditor i Akrepit, 26 qershor 2025. Akrepi është një ditë transformimi dhe depërtimi. Me Marsin që ushqen ambicjet tuaja, jeni gati të përballeni me sfida komplekse profesionale me besim. Përfitoni nga ky moment, por qëndroni të vetëdijshëm për perspektivat e kolegëve. Financiarisht, vendimet e zgjuara janë të mençura. Bëni kërkime të hollësishme përpara se të angazhoheni në sipërmarrje të reja. Nga ana shëndetësore, kanalizoni intensitetin në rrugë pozitive si sporti ose shprehja krijuese. Emocionalisht, ruajtja e qëndrueshmërisë përfiton lidhjet personale, pasi ndershmëria hap shtigje drejt zgjidhjes dhe rritjes. Ndikimi i energjive të forta planetare mund të sjellë zbulime rreth qëllimeve personale, duke ju nxitur të rivlerësoni prioritetet. Në aspektin shoqëror, paraqiten mundësi për rrjedhëzim, duke quar në aleanca që mund të përparojnë objektivat tuaja.
Kapni momentet e lidhjes dhe thelloni miqësitë ekzistuese. Përqafoni fuqinë e transformimit në sfera të ndryshme, duke i besuar mençurisë suaj të brendshme për të lundruar në kompleksitete. Balanconi ambicien me durimin dhe hapjen, duke hapur dyert për arritje dhe kënaqësi të rëndësishme. Horoskopi ditor i shigjetarit, 26 qershor 2025. Shigjetari, konfigurimi qiellor i sotëm ushen shpirtin tuaj aventures. Energjia e gjerë e Jupiterit inkurajon eksplorimin, duke e bërë këtë një ditë të përsosur për të udhëtuar ose për të ndjekur sipërmarrje të reja mësimore. Profesionalisht, idetë inovative fitojnë njohje. Megjithatë, sigurohuni që të planifikoni me kujdes përpara se të filloni projekte të reja. Financiarisht, menaxhimi i qëndrueshëm është çelësi për të mbështetur aspiratat afatgjata. Shëndeti nuk duhet të neglizhohet. Përfshini praktika televizjes dhe të vetëdijes për të ruajtur vitalitetin. Marrëdhëniet forcohen nga hapja dhe entuziazmi juaj. Angazhohuni me të dashurit, duke ndarë aspiratat dhe ëndrat tuaja për të nxitur mirëkuptimin. Mundësitë shoqërore janë të shumta, veçanërisht brenda qarqeve arsimore ose filozofike, duke ofruar ndërveprime stimuluese. Përqafoni fleksibilitetin në planet tuaja, duke lënë hapësirë për zhvillime të papritura, por të dobishme. Energjitë e sotme ftojnë një përqafim të mundësive, duke inkurajuar rritjen që përputhet me vizionin tuaj. Balanconi eksitimi me lartpamësim praktike, duke siguruar që të gjitha përpjekjet të kontribuojnë pozitivisht në rrugën tuaj përpara. Horoskopi ditor i Bricjapit 26 qershor 2025. Bricjapi, shtrirjet astrale theksojnë disiplinën dhe zellin. Ndikimi i Saturnit inkurajon shqyrtimin e strukturave përreth jush, duke e bërë këtë një kohë ideale për vlerësimet e karrierës dhe vendosjen e qëllimeve. Financiarisht, shqyrtoni me kujdes zgjedhjet e investimeve, duke kërkuar këshilla para se të angazhoheni. Shëndeti kërkon vëmendje. Integroni strategjitë e mirëqenies në rutinën tuaj për të zbutur stresin. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga përkushtimi dhe besueshmëria. Sigurohuni që komunikimi të jetë i qartë për të shmangur keqkuptimet. Profesionalisht, këmbëngulja juaj admirohet, duke e bërë atë një ditë të mirë për negociata ose përpjekje udhëheqëse. Shoqërisht, pjesëmarrja në ngjarjet e komunitetit mund të ofrojë përvoja pasuruese dhe lidhje të vlefshme. Përqafoni sfidat e sotme me durim dhe strategji, duke njohur çdo hap si pjesë të një udhëtimi më të gjerë. Qëndroni të qëndrueshëm, besoni në kapacitetet tuaja dhe përputhni ambicjet me veprime praktike. Kjo qasje e ndërgjegjshme vendos një themel të fortë për sukseset e ardhshme, duke balancuar aspiratat personale me përgjegjësitë kolektive. Horoskopi ditor i Ujorit, 26 qershor 2025. Ujori është një ditë për inovacion dhe bashkëpunim. Urani frymëzon ide inovative. Shfrytëzoni këtë vrull krijues dhe merrni në konsiderat se si ndryshimet mund të përfitojnë projektet në vazhdim. Profesionalisht, puna në grup mund të zbulojë qasje të reja. Prandaj përqafoni kontributet nga kolegët tuaj. Financiarisht, investimet e orientuara drejt së ardhmes mund të jenë të dobishme nëse trajtohen me kujdes. Nga ana shëndetësore, merrni në konsiderat terapitë alternative ose aktivitete që stimulojnë si mendjen ashtu edhe trupin. Marrëdhëniet fitojnë forcë përmes interesave të përbashkëta dhe eksplorimit intelektual. Angazhimi me grupe që ndajnë vlerat tuaja mund të forcojë lidhje. Nga ana shoqërore, merrni pjesë në ngjarje që sfidojnë të menduarit tuaj dhe përqafoni diversitetin. Mbani kanalet e komunikimit të hapura për të nxitur dialogun konstruktiv. Ndikimet planetare të sotme nxisin përqafimin e kontradiktave dhe shqyrtimin e çështjeve nga perspektiva të shumta, duke inkurajuar rritjen. Balanconi pavarësinë tuaj natyrore me bashkëpunimin, duke quar në përmbushje në sferat personale dhe profesionale. Kjo ditë ka potencial për njohuri dhe përparime të konsiderueshme kur përqafoni mençurinë e komunitetit. Horoskopi ditor i Peshqve 26 qershor 2025. Peshqit emocionet janë në ballë, duke ftuar vetanalizën dhe kreativitetin. Neptuni hedh një shkëlqim të butë, duke rritur aftësitë tuaja intuitive, duke ju nxitur të besoni ndjenjat e brendshme si në çështjet personale ashtu edhe në ato profesionale. Financiarisht, një qasje e kujdesshme siguron stabilitet, veçanërisht kur merrni në konsiderat planet afatgjata. Shëndeti përqendrohet në sinergjim mendje-trup. Praktikat si meditimi mund të pasurojnë mirëqenien. Marrëdhëniet mund të përfitojnë nga empatia dhe mirëkuptimi, duke nxitur lidhje më të thella. Profesionalisht, imagjinata juaj është çelësi,
Përdoreni atë për të inovuar ose për të zgjidhur sfida të vazhdueshme. Shoqërisht, mundësitë mirëpritëse për t'u angazhuar me përpjekje artistike ose krijuese sjellin gëzim dhe kënaqësi. Përqafoni ndjeshmërinë tuaj. Është një forcë që ofron njohuri për nevojat dhe perspektivat e të tjerëve. Balanconi kënaqësinë personale me përgjegjësinë, duke i përshtatur emocionet me veprimet. Duke lundruar energjitë e sotme me qetësi dhe besim, do t'i transformoni njohuritë në rritje të prekshme, duke hapur rrugën për një të ardhme harmonike të mbushur me mundësi. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.